Dje ka raportuar në parlament, në komisionin e ligjeve, drejtuesi i SPAK-ut Altin Dumani. Ndërkohë, paralelisht, aktualisht janë duke zhvilluar gara, sepse janë dorëzuar 4 kandidatura për drejtimin e SPAK. Cili është komenti juaj, zoti Haklej, si deputet, si politikan, si drejtues strukturash në partinë Koalicioni Euro-Atlantik, për raportimin e djeshëm të zotit Dumani, i cili pati goxha debate me deputetët aktual. Shko, unë ndoj që debatin, Altinin e njoh Dumanin, e njoh që nga Tropoja. Ai ka qenë prokuror në Tropoj. Ka qenë prokuror. Wow, po më kujtua tani. Ka qenë prokuror në Tropoj. Sa vjet ka ndajtur? Ndaj pak, një vit. Qa viti? Në the? Ka qenë në vitin 2000-2001. Se mbas 2000? Po, bile Altin Dumanin e kanë do të thënë, disa gazetarë kanë thënë që kur nuk guxon të askush të arrestonte Azgan Haklejn, e ka arrestuar Altin Dumani. Po prokuroria atëherë ishte e centralizuar. Po, ishte nga lartë, sepse ata u përpoqen të bënin një diversion për mbështetjen që i bëja unë SPAK-ut dhe Altin Dumanit personalisht duke njoftur për guximin, kurajen dhe profesionalizmin. Po, ai të arrestoi ty? Ka nga sipër pra thash, prokuroria ishte e centralizuar. Po, vendimi i prokurorit më të lartë ishte urdhër për prokurorin më të ulët. Po pra, prokurori i përgjithshëm. Po, ky e firmon si? Po, ky ishte prokurori i Tërpojës. Tani, duhet edhe një herë, Altin Dumani ka arrestuar ty me firmën e tij. Unë nuk e di. Aldoena Labani tha Azgan Haklejn e ka arrestuar Altin Dumani. Po ti e di kush erdhi urdhër arresti, po Azgan tani se po më çudi tani. Mu nuk është paraqitur në arresti. Arrestimi im është bërë i palitshëm. Si e ke njohur? Pra ta shpjegoj. Mos lëm vend për kujt. Arrestimi im është bërë i palitshëm. Po, është bërë pas orës 12 natës. Po, e keni shpjeguar. Pa dorëzim të mandat arresti. Fare. Pa dorëzim mandat arresti. Në mënyrë të dhunshme. Raportet e Departamentit Amerikan të Shtetit, zotëri, OSB, ODIHR, Amnesty International, theksojnë vajza Azgan Haklejn ka frikë të luaj me Arushën. E kanë qelluar një vajzë 3 vjeçe pak, sapo kishte marrë këmbët, nga shtelem nga korridori në kuzhinë, zotëri. Zbathur dhe çveshur. Pa nuk është paraqit mandat arresti mua. Fare. E kuptova. Si e ke njohur Altin Dumanin atje në Tropoj? Një vit? Altin Dumani ishte njëri i kucimshëm, njëri i ligjit, e vetmja forcë politike që i jepte mbështetje strukturave shtetërore në Tropoj, ishte Partia Demokratike që drejtoja unë. Ta dish këtë. E vetmja forcë politike. Ti kur ishte Altin Dumani ishe kryetari i degës Partisë Demokratike të Tropoj. Takoje shpesh? Kam takuar shpesh, kena bën edhe takim me drejtuesit publik të Tropojës për të dhënë mbështetje kur ka ardhur nga. Si punoi Altin Dumani në këto 3 vjet në drejtimin e SPAK-ut? Altin Dumani shumë mirë. Shumë mirë? Pse punoi shumë mirë? Pse? E çoi presidentin, po mirë thash, presidentin, kryeministrin, kryetarin e parlamentit, e çoi në qeli. Ilir Metajn. Dhe çfarë ndodhi? Nuk ishte normale ai lloj arrestimi. Ai ishte normale arrestimi Azgan Haklejn zoti Meta? Jo. Me shkule thoj? Jo. Zotit Meta ja quan vetë arrestin dhe i thanë do arrestosh. Meta u përpoq tikten nga Kosova nëpërmjet Gruevskit, shokut vet, te Urbano. E di çfarë tha ai? Jo, ai ishte këtu në Tiranë. Ai ishte në Kosovë, kthyen nga Kosova në Tiranë. U kthye sepse nuk gjeti shtek me ik. E di çka ka thënë Urbano jo? Nuk jem magazinë e hekurave të hedhur të politikanëve të Ballkanit. Kur nuk pati shtek, unë ndalë e herë aty. Bëhet ajo rezistencë në timon përballë tyre? Patri. Unë jam ish president e Republikës, president sepse ende ka statusin. Po, ka status. Po, të vi pas makinës tuaj? Të vi me makinën time? Ja, o na. Ç'është ajo rezistencë? Ai ka dashur atë. Po tani pas 20 vitesh, dhe ç'ka ndodhur? Jo, mos kalojmë aty vetë. Shiko. Ja ta them edhe mbaroj. Me metet mrak edhe kjo. Ilir Meta më arrestoi. Me urdhë të Ilir Metas, se prokuroria është politike. Pas 20 vitesh, presidenti Ilir Meta erdhi në Tropoj dhe ndëroi me titullin Kalorës i urdhit të Skënderbeut, Unionin Artistik të Kombit Shqiptar, që drejtonte Azgan Haklejn, që Ilir Meta i thoshte terrorist. Po mirë bëri që dekoroi. Pas 20 vitesh. Po shumë mirë bëri që nuk e dekoroi Ilir Meta, po presidenti Meta. Presidenti Meta. Po jo, shumë mirë bëri që. Disa më kanë qortuar, disa më kanë thënë. Okej, tani, do zgjidhen mes 4 emrave. Adnan Xholi. Po. Një sekond, Doloreza Musabelliu. Po i njoft gjithë.
I njëtë gjithë, Të gjithë, jo. Dolorezën e njoh, është gruaja Elvin Gokaj dhe Klodian Brava. Tani, këtu flitet për një lloj klani Dibran dhe Skrapali. E vërtetë është? Nuk merrna me klanin Dibran dhe Skrapali. Jo, mos ku merr fare. Zonja është e hekur. Mos e billiu. Që nga Skrapari. Është e hekur. Klodian Brava në një gjali Zoti. I Zoti. Gjali Zoti, me integritet lartë moral. Adnan Xholin, i shkëlqyer, jashtëzakonshëm. E njoh personalisht këta, gjithë. Po Elvin Gokaj? Nuk e njoh. Nuk e njoh. Kam dëgjuar fjalë, nuk e njoh. Unë flas për ata që i njoh. Ku zgjidhet? Më thuaj një kështu se do ta vë kështu pastaj virale do ta vë. Ku zgjidhet nga këta katër? Të gjithë. Këta kanë fut dokumentet. Të gjithë që zgjidhen janë shumë mirë. Po Adnan Xholi ka disa Adnan Xholi, Mesabelliu, Klodian Brava, të trenë mirë. Atë tjetër. Jo, ku zgjidhet? 1, 2, 3, 4. Për mua zgjidhet Adnan Xholi. Adnan Xholi, Po. A do vazhdoj spaku atje ku e la Dumani, apo në ullet, apo në ndryshoja? Shiko, e para, Po? ka patur një përpjekje të vazhdueshme të industrisë mediatike të thashë themnajës, se të rekançit të Bermudës, se dhe ushu spaku, së ushu spaku. Beri spaku, zberi spaku. Njëherë, përderisa gjykata nuk e ka dhënë vendimin e fundit, pavarësisht se është vendim i formës prerë të gjykatës apelit e ne e kemi pranuar, çështja e Partisë Demokratike është në gjyq, zotëri. Është në gjykatë të lartë. Keni pritshmëri? Është në gjykatë të lartë. Jo, keni pritshmëri? Ta shpjegoj pra. Gjitha marrëveshjet, Po? nëse gjykata e lartë vendos të kthehet çështja për gjykim në themel, a bëhen nul gjitha marrëveshjet e Sali Berishës, edhe kjo e fundit për ta shkrirë spakun, që bëhen dhe të shkruan. Tani, çështja është në spak. Këtë do i kërkoj spakut. Është për falsifikim dokumentacioni, vulash e stampash, përvetësimi paligjshëm i titullit zyrtar dhe denoncimin e ka bë kryetari i grupit parlamentar të Sali Berishës, gazbardhi për Sali Berishën. Sa e bukur është kjo. Dhe tani, gazbardhi ka paditur flamur nokën për mos justifikim pasurisë. Dhe Gazi është kryetar, Flamuri sekretar. Gazi ka paditur kuvendin e 11 dhjetorit për përvetësim të paligjshëm të titullit zyrtar. Aq drejt ke asgan. Ke aq të drejtë sa. Po është fatale për ti, apo pit ku janë demokratët e Atlantik. Tani si orë zotëri. Vetëm një problem keni ju. Po ç'është problemi? Jo, keni një problem. Po ç'është, shikoj. Keni një problem. Po ç'është problemi? Po keni një problem tani, ta themi tani. Lulzim bash. Po More kush Luli? Po s'ka lidhur. Luli është së shpejtit del Luli. Ama ti po jep një lajm që Luli do kthehet? Amaleon. Jo, një sekondë. Dgjoj. Tu emision. Se unë jam nga Skrapari, ti je nga Tropoja, por unë nga Skrapari. Pyetje. Do kthehet Lulzim Basha? Unë Manaj e humi penaltin. Po, herën e parë. Po e bani golin. Sa e bukur. Do kthehet Lulzim Basha? E rëndësishme është kush bën gol në minuta shtesë. Dhe ku bëhet goli? Dhe Luli kanë me loto golat në minutën e shtesë. Dhe ku bëhet goli? Amano asgan tani, lutem tani. Me Lulin? Ti, shiko. Unë kam respekt për gjithë televizionet, për gjithë gazetarët. Për ty kam një respekt veçantë. Edhe unë kam respekt dhe të parë. Pse unë kam respekt hipokrit. Je ndër të parët, ku ki qenë në televizor, ma ke dhënë mundësinë për të dërguar fjalën tek publiku. Shkrimtari madh Ujtman, vepra të cilit fije barë, është bërë Bibel e Kuran për demokracinë, thotë, unë s'kam çfarë të jap kombitim përveç fjalës. Dakord? Ti ma ke dhënë këtë mundësi. Dhe kam respekt, dhe kam respekt se je njeri i ditur. Tani unë po të pyes ty tash, se më pyetet çat tërkohës. Zotëri, ka një padi penale në SPAK. Përvetësim i paligjshëm i titullit zyrtar me falsifikim vulash e stampash të një grupi strukturuar kriminal. Dokumentacioni i 11 dhjetorit është i volosur me vullën e degës numër 3 në Tiranë. Dokumentacioni i një partie politike ka një vullë kombëtare. Ai dokumentacion ka vullën e degës numër 3. Ka falsifikim apo s'ka falsifikim? Në qoftë gjykata e lartë
vendos për gjykim në themel. Dhe nga e para. Nga e para, automatikisht... Kur e merr vendimin? Nuk e di. Ka datë, ka... Një vit e gjysmë së bëjë gjykata. Gjykata lartë, i bëj thirrje gjykatës lartë. Si institucion i rëndësishëm drejtësisë shqiptare, për shkak të çështjes që ka impakt të madh në publik. Është domosdoshmëri historike që gjykata ta ndajë kush është partia legjitime, kryetari legjitim. Dhe nëse gjykata e kthen për gjykim në çfarë do? Berisha automatikisht humb të drejtën e kryetarit. Ti po thuaj Basha do kthehet? Pret ta shpjegoj. As i vend botës, as në autokraci, as në diktaturë nuk ndodh që një gjykat e një niveli më të ulët të refuzoj zbatimin e një vendimi të një gjykate në nivelin më të lartë. Tani gjykata e lartë ka vendosur e ka kërkuar gjykatës apelit të jap një vendim të prerë 3 çështjeve. Dhe trupi gjykues i gjykatës së apelit me vendim të një anshëm i ka dhënë të drejtën salibërisht të drejtë. Pra gjykata nuk ka zbatuar vendimin e gjykatës lartë. Mirë, po këtu ka një problem. Edhe parlamenti nuk zbatan vendimin e gjykatës kushtetuese. Çfarë të them tani? A kishte gjë me të mërshme se sa të mbledhësh Këshillin Bashkiak, ta shkarkosh Erion Velie. Po, ndërkohë që është gjykatë kushtetuese. Ja, e ktheu gjykata kushtetuese. Po prit, Këshilli Bashkiak nuk e shkarkon kryetarin. Po, kjo dihet kjo. Sepse nuk e zgjedh. Po sigurisht, e ka zgjedh po. Dhe e ka caktuar kur shkarkohet kryetari. E shkarkon kryeministri. Po, e shkarkon kryeministri dhe rastet janë të caktuara. Por sepse ti nuk mund të ndërhysh duke shkelur ligjin e funksionimit dhe të autonomisë lokale, zotëri. Dhe tani çfarë ndodh? 2 standarde. Erion Veliaj ka munguar se është në burg, e shkarkohet. Sali Berisha ka munguar se ishte rreth shtëpie e nuk shkarkohet që mungesë. Është vërtet. Është vërtet. A kemi qëndrim me 2 standarde? Ka mund asnjë lidhje me Erion Veliaj. Erion Veliaj në burg do të ishte. Ke shumë drejt, Sepse s'ka ndodhur kur në histori. Ke shumë drejt. Që të formosh një kompani, të japësh tender veti, ta investigosh vet, ta bësh vet, e ti marrësh paratë vet me ble pushtet prap. Pra, a jam sakt? Asgan, na ke dhënë kaq shumë lajme, por sigurisht pjesa më e rëndësishme është ajo çkas. Pjesa më e rëndësishme. Unë të falenderoj në radhë të parë, falenderoj për organizimin. Bravo të qoftë ty dhe sigurisht edhe bashkëpunëtorëve tu. Ja, janë ata organizatorët të bashkëpunëtorëve. Janë bashkëpunëtorëve tu. Të gjithë për këtë tubim që pritet, unë me shumë dëshirë do vi, me shumë dëshirë do të trajtojmë, me shumë dëshirë do japim. Në qoftë se nuk vje me kapele të çekës. Po ma gjej kapele se duan këto, unë të bërë atje pa kështu kapele ka plot, unë duan ato. Ta gjejmë kapele. Një kapele bërë dhe ata dora atyre që bëjnë të kapele. Gjejmë kapelen. Kapelet për UÇK-n. Dhe bravo i qoftë për këtë organizim dhe uroj që të ndikojë sa më shumë. Shiko, unë të kisha gjetë kapelet e Mejz Vetmi. Original? Por kapelet e Mejz Vetmi kanë rënë minë, vëlla. Me 31 tetor, të vitit 2001, mu me kanë shembur shtëpinë, me C4. E di, me C4. Dhe ti e di shumë mirë dhe bile edhe je marrë me te, ato që mu kanë dhimë të historia, jo shtëpia. Tu shkatruan ato, Historia, zotëri, biblioteka e librave. Dhe e kam rriberë dhe herë. Po prapë është dëmtuar. E kam rriberë dhe herë këtu në Tiranë. Po, një njeri pa bibliotekë është si një trup pa shpirt. Këtë mu kanë dhimë, pra historia ime. Asgan, të falenderoj shumë. Të falenderoj shumë. Respekt e mërjoj për ty. Unë mi gatshëm në çdo moment dhe të falenderit që më jep mundësinë të them të vërtetën. Bëj punën si gazetar, mos ma thuaj këtë. E vërteta të bën të lirë. Bravo. E mbyllim me këtë shumë e bukur. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni për sot nga Ora Lënë Qafoku, mirupafshim.